Miqtë Prizmës, sigurisht që në emisionin e sotëm kam problematikat e mia për trajtuar turizmin, shërbimin turizëm, si kaloi si mjetët dhe çfarë përfitime s'kishte. Njëkohësisht edhe për një nga ato propozimet e reja që është bërë në Komisionin e Ligjeve. Por do ta filloj me atë ngjarjen e rëndë. Nuk do të mbaj asnjë lloj qëndrimi për vrasjen e gjyqtarit të apelit, Astrid Kalaja. Ajo që mund të them unë është që është një padrejtësi e jashtëzakonshme për mi pronën, për mi tokën, për mi parimet e zaptimit të pronës, për mi parimet e mos respektit të asaj prone, për mi parimet e përgatitjes që në vitet 90, 91, 92, 93 dhe në vazhdim të njerëzve që sigurisht do lëviznin, do të pajisenin me një pronë që nuk ishte detyrje. Dhe që pastaj do të zgjateshin në përgjigje, dhe që pastaj do të vinin nga zaptues, do të luftonin edhe me njëri tjetrin. Edhe të shtetit, përgatitjes gjyqtarëve ose prokurorëve të shtetit, sidomos në atë kohë, në qeverisjen e parë, Sali Berishës, pastaj edhe në dytën, por dhe me atë bashkëpunimin e heshtur të pushtetit tjetër të Partisë Socialiste, që nuk zgjidhen asnjëherë problemin e madh e jashtëzakonshëm që kishte jo vetëm prona, po dhe zaptuesit e pronave. Një grindje midis gjithë zaptuesve të pronave, të letrave të ngatruara, të bashkive të sjellura, kryetarëve të bashkive të sjellura në mënyrë tragjike. Përbëjnë edhe aktin final pastaj. Të një çmendërie e cila vret në sallën e gjyqit edhe vazhdon pastaj edhe jashtë dyerve që vazhdon me vite, që ka kërcënime haptas dhe që trashëgon pastaj një të kaluar të zymt e cila dikur ishte në kontrollin e diktaturës edhe në atë kohë nuk mund bënin dot më asgjë, sepse sigurisht ju kishte hequr dhe pronën dhe drejtën për të hapur gojen. Nuk kishte më asnjë lloj fjale, asnjë lloj veprimi, sepse sado i vogël qoftë, sado i vogël të bëhej ai paguhet shumë shtrejt. Sot ishte ngjarja e fundit për të na treguar se çfarë postkomunizmi dhe tranzicioni të shëmtuar në drejtësi, në pronësi, 7501-shin dhe vagabondave të ligjit, por vagabondave të zaptimit, trojeve, tokave, përbëjnë pastaj edhe tragjizmin e madh të një shoqërie, sidomos këtu në Shkodër edhe në veri të Shqipërisë. Nuk duhet zgjatem më tepër sepse pastaj e di që do gaboj. Më mirë është të mos flas. Të mbaj pastaj atë urrëtin që kemi të gjithë brenda për të treguar se sa e shëmtuar, sa e poshtër është kjo kohë, sa njerëz kanë vdekur për pronën, sa njerëz i morin 97. Janë shumë më tepër se sa njerëzit që kanë vdekur në diktaturë për 45 vjet. Kjo është ajo që desha të thoja. Për 45 vjet Sali Berisha do të kishte vrarë shumë më tepër se sa sigurisht ka vrarë Enver Hoxha. Jam i bindur për këtë punë. Jo mori diktatura, vrau, pushkatoi ideologjikisht, për nuk ja dha as kërkujt pronën që nuk i takonte. Jo mori të gjithëve, kaq, dhe e la aty. Me këtë njeri, dhe sa tjetë gjallë ky njeri, sa tjetë në politikë ky njeri, prona atij që i takon, nuk do t'i shkoj kurrë. Ka për t'i shkuar gjithë atyre zaptuesve që janë mirë me te. Mbase ka ndryshuar pak koha, po pasojat janë. Kaq, nuk mund të flas më tepër. Është një padrejtësi e jashtëzakonshme që vazhdon mas 35 vjetësh, 34-35 vjetësh. Tani desha të diskutoj për punën e turizmit. Por para se të diskutoj për punën e turizmit, shikoni këtë klipin që kam bërë Shirok. Miqtë Prizmës, turizmi këto 2 vjetet e fundit ka bërë një ndryshim në mënyrë vertikale edhe horizontale të jashtëzakonshëm në Shirok. Shirokën e kishin lënë tragjikisht për faqe të zezë. E shfrytëzonin vetëm për edhe tavën e
krapit e tavën e peshkut edhe për asgjë tjetër. Nuk njihnin fakt. As turistat tuaj nuk njihnin as organizim të tillë, nuk njihnin as strategji të zhvillimit turistik e tjera si këto. Sot është një mënyrë tjetër e interpretimit të fakteve. Sigurisht që ka një lloj vonese për këtë punë, por gjithsesi dashje pa dashje po futen në këtë lloj radhe, në këtë lloj investimi të jashtëzakonshëm për mbi turizmin e vërtet, për mbi zhvillimin turistik të jashtëzakonshëm. Shiroka ka pësuar me kohë ndryshime të jashtëzakonshme. Ka qenë dikur vend klimaterik e shfrytëzonin për klimën e jashtëzakonshme që kishin. Kishte kampin e pionierëve. Edhe në komunizëm kishte zhvillimin e saj. Këtu vinin e bënin plazh, ja pikërisht këtu ku jam unë ti nuk bëhet më plazh. Shfrytëzohet edhe për peshkun, edhe për guidat, edhe për tashmë edhe për po grinen bajuklat me pulbardat. Edhe sigurisht edhe atëherë është zhvilluar. Është zhvilluar edhe ka pasur rizën. Sot është një ditë tjetër. Sot përveç turistëve të ndryshëm, përveç shkodranëve, turistëve që vijnë nga gjithë Shqipëria dhe turistët e huaj japin një zhvillim tjetër. Dhe sigurisht investimet rruga, investimet drejt për drejti në infrastrukturën publike e kanë bërë jashtëzakonisht më mirë. Çfarë duhet? Duhet që konceptualisht të ndryshojë historia përmi trajtimin e turizmit, përmi punën që duhet bërë dhe zhvillimin. Interesave të reja që ka pikërisht kjo punë edhe krijimit të njësisë bashkëkohore për të punuar përmi turizmit, shërbimit më të mirë. Akoma vuajmë shumë për shërbimin, jashtëzakonisht shumë për shërbimin. Shërbimi në turizmin e sotëm është fjala numër 1 që duhet i shoqërojë. Në çdo moment, në çdo akt që merr përsipër të bësh një biznes, edhe merr përsipër për të zhvilluar biznesin tënd. Dhe kjo është gjëja kryesore. Dakord miqtë mi? Besoj se e vutre. Sigurisht që është problemi i madh shërbimi. Shirora tash po futet në shërbim të turizmit. Deri dje ishte një shkretir, por që për fat të mirë, për këto 4-5 vjet të fundit është bërë me një investim edhe që vazhdon të investohet. Dhe sidomos tash nga Bashkia e Shkodrës që mbahet akoma mirë. Sepse sigurisht vlente vetëm për një tavë krapi, për asgjë tjetër. Tash ka infrastrukturën e vërtet, ka ndriçim. Ka të rregulluar çdo pjesë të infrastrukturës. Ka lundrim, ka shëtitje, dhe sigurisht ka mbetur nga e kaluar ajo që ne bënim plazh aty. Tash nuk mund të bësh më plazh. Dhe kjo është një emet e madhe, por praktikisht po kthehet turizmi. Po në interesimin tim edhe shumë të tjerëve atje, është kuptuar që në përgjithësi vendet atje, vendalit, Shiroksit, por dhe ato shkodranë që kanë bizneset, ajo pjesë e bizneset atje, hoteleria, kanë rritur nga 30 deri në 50% fitimet. Kjo është arritje e madhe. Janë shtuar dhe prap ka vende dhe pjesë për të kërkuar nga turizmi. Ajo që akoma mungon është investimi në shërbime. Akoma nuk e kuptojnë këtë fjalë. Që duhet shërbimi të jetë në radhë të parë. Ai që vepron në turizmin e shtuar të kohës, e sidomos me turistat e huaj. Por edhe me turistat të vendet sepse parja njësoj është. Nuk është po i bën ndonjë dallim. Turistit huaj me turistin vendas. 50 euro për jalçon. Vendasit 50 euro dhe tuaj. Ma njësoj është. Njësoj po e trajton si amerikanët dhe shqiptarët. Si francezët dhe shqiptarët. Turisti është turist. Dhe tjetë nga të doj. është turist. Në këtë pikë duhet të rritur shërbimi shumë. Duhet rritur masat për pastërtim. Akoma rrinë e bëjnë pisë e nuk pastrojnë. Atë teritorin atyre përballë. E pastrojnë me zorë. Është detyra e tyre, nuk është detyra e bashkisë.
brenda për brenda territorit tënd, atje ku shkel ti, dhe që i ke në shërbim ta pastrosh ti. Nuk e bëj. Edhe sidomos ata peshkatarë që janë mësuar të mbledhin me mbajnë pak më pastër, duhet thënë, se në fillim po prap vazhdojnë mos t'jenë në gjendje për të bërë shërbimin. Shërbim mungese madhe për kamarierët, ushqimi, shpeshherë është i paknajshëm. I paknajshëm. Shërbimin përgjithësi mungon në mënyrë tragjike. Jo vetëm aty, por gjatë gjithë distancës. Duke filluar në Zogaj, duke mbaruar në fund të Bunës, ku janë lokalet e fundit. Po, absolutisht po. Në 2 krahat. Dhe në përgjithësi është smundje e jona kjo. Nuk kuptojmë që shërbimi është edhe turizëm. Nuk kuptojmë që pa shërbim nuk ka turizëm. Nuk kuptojmë që menut idiote të pakuptimta, shpeshherë të pakuptimta, rritja e çmimeve në mënyrë absurde, paksimi i gramaturës, nuk i shërben turizmit normal. Është i qartë që nuk mund të përdorësh më çmimet ulta, sepse edhe çështja e fitimi e pagesë taksave kanë filluar të paguajnë taksat. Dikush paguanin as dritat, as ujrat, as taksa. E sigurisht çmimet mund të ishin edhe më të lira. Po ishte super fitim se nuk paguanin as i taks dhe prapë çmimet nuk i kishin kaq të vogla. Tash janë detyruar të paguajnë të gjitha sepse shteti ka bërë punën e vet, i është afruar gjithkujt. Tash duhet shërbimi që edhe pjesa e shtetit të dallohet në shërbimin që i bën, shërbimin komunitar, po dhe ti vet duhet krijosh mundësi në këtij lloji shërbimi. Në këtë pikë turizëm përkthehet me fjalën shërbim. Nuk ka turizëm pa shërbim, pa pastërti, pa kontroll për mbi territorin dhe pa njerëzit e shërbimit, që nuk janë vetëm kamarierët edhe guzhinierët, po në përgjithësi edhe ata të mirëmbajtjes, s'ke edhe njerëz të mirëmbajtjes. Shpeshherë turizmi masiv prish element, sepse sigurisht kështu është. Nuk është elitar, është masiv. Kalojnë shumë, bëjnë pis, nuk janë kaq të vëmendshëm për të mirëmbajtur. Dhe sigurisht ti detyrohesh pastaj që të bësh mirëmbajtjen. Po sot është e vështirë gjesh një hidraulik, e tubat kanë shpërthyer. Të prishet diçka nga ana elektrike, ti s'ke një elektricist, do ta bësh vetë. Po ja që s'din. Ta kërkosh të gënjen 20 herë derisa të vish. Do të bësh investimet, nuk e gjen, ke riparimet, nuk e gjen. Pra, shërbimi në përgjithësi. Jo vetëm shërbimi hotelier, jo vetëm shërbimi kulinar. Pastërtia, shërbimi kulinar, shërbimi hotelier, në përgjithësi dhe shërbimi i mirëmbajtjes. Pastaj transporti. E shumë element tjerë janë shtuar një pjesë elementëve në Shirok, shëtitjeve me varka ose shëtitjeve me biçikletat e ujit. Janë shtuar në mënyrë të jashtëzakonshme, në sharamet vendi. Pra duhet shërbim. Dhe turizmi përkthehet me fjalën shërbim. Po ishim qartë në këtë mes, atëherë do të ishte një mrekulli. Normalisht që do ta përmirësojnë, normalisht që do bëhet më mirë, por akoma ka kërkesa të jashtëzakonshme sepse jemi dobët në shërbim. Dhe po ishte dobët në shërbim, edhe turizmi është i dobët. E fundit është ajo që ju thash në fillim që kanë propozuar ke Partia Socialiste, ka edhe numrat, ka propozuar ndryshimin e ligjit për ato qendrat e votimit. Do ta kthejmë si para 2005, se si kundër janë edhe në Amerikë, dhe sikur janë në Itali, dhe sikur janë në Evropë. Pse duan mbledhur kutijat në një qendër votimi, sepse atë dikur i mlodhen nga që grabiteshin, po sot janë në kontroll gjitha. Janë kontroll 24 orë me 1000 kamera. Pse duhet që ti mbledhësh kutijat? Jo, ma aty mbaron votimi, fillon numërimin. Mbaron votimi, fillon numërimin, o majmuna. S'është nevojshme të fillosh. Po të çojmë me proces verbal, hapim, myllin, sistemojmë, myllin, bim dakord, lidhje u prish lidhsa,
transporti, vjen policia, i majmë hopa, hypin makinë, zbesin për makinet, proces verbal, hypim edhe herë, i lejmë, i grumullojmë, vjen 1000 kamera, turren 1000 gazetar, se dhe mblidhen një vend aty flejnë, bëhet një rrëmuje madhe kur numrojnë, hapet kjo kuti apo në qendër të votimit, ma aq sa ka në qendër të votimit. O, njerëz interesant të demokracisë zgërbyllur shqiptare. Aty ku bëhet votimi, aty edhe numrimi. Dhe kjo është shumë e drejtë. A kanë për ta kundërshtuar? Majmunati në Shqipëri edhe mund të kundërshtojë gjithçka, po kështu bëhet në botë veç. Ne e ndryshuam duke i mbledhur. Dhe kështu është bërë edhe ne. Një vend me 2 milionë gjysë, nuk e di sa votojnë. Nuk e di sa votojnë. Sa 1 milionë gjysë, nuk e di, 1.300.000. Sa dreqin votojnë. Edhe u dash ka bërë gjithë kjo gjurulldi e madhe. Nuk funksionon kështu. Ky është një propozim jashtëzakonisht i mirë dhe për këtë propozim tash duhet rregullu edhe puna. Ashtu duhet bërë. Aty ku votohet, me të marrë votimi, duhet fillojë numrimi dhe të përfundojë jashtëzakonisht shpejt. Dakord miqtë e mi?